Qysh do qoftë, me gjitha të gjithmonë ndodhë diçka për një arsye, edhe fundja jëm pajtu me fatin që nëse unë vërtet kom vendosë mos me shku, e kom një qashtu, e kam një lloj pendese të vogël, por jo shumë të madhe, sepse me gjitha të unë vërtet në atë periudhë kom punu shumë, edhe kom rrinë një lloj autonomie financiare, jo pavarësi. Okej. Çfarë ka mësuar, apo çfarë ke mësuar nga gabimet profesionale? Nuk e di me thonë konkretisht, veç di me thonë që gabimet profesionale, nashta si kisha qujt gabimet sa i kisha qujt dështime. Dështimet në rolet ku kam dështu edhe vërtet kam dështu, ka role që kam dështu, edhe pse plot njerëz plot aktor nuk e pranojnë, unë jam shumë rehat, sepse që ato dështime më kanë bo me qenë edhe ma e fort edhe me... Po ja thu se është dështim, a? Po ja akcepton? Pa tjetër, po. Për rrethana të ndryshme, por një prej roleve për shembull që unë e konsideroj që ka qenë rol i jashtëzakonshëm për mu, mundësi e jashtëzakonshme, thjesht ka qenë kafshat e madhe për mu në atë kohë, edhe nuk ja kom dal me dhonë maksimumin tem si aktore. Fatmirësisht, fati ka dashur që me po të njëjtin regjisor me punu mas 10 vjetë, edhe rastisht puna që në prap me qenë me punu me atë regjisor, edhe ma i kënë menë si një qik e reje cila nuk ja ka dal, e ka qu deri dikund, po jo deri në fund. Po konë shumë sfiduse për mu ajo pjesë. Sa e pa ta përfundu fakultetin edhe isha me super aktor, me gjigant të aktrimit, isha në skenë me Yll Kamujon, me Bajro Shmjakun, edhe unë isha një aktore cila sa po kishtë dalë për studimeve, edhe për mu ka qenë përvoje jashtëzakonshme, kom mësu shumë edhe asë një moment nuk jam një e gjykune për tjerve, thjesht unë e kom gjyku vetën. Qatë shumë sa, që ato gjykime më kanë shti një farforme mu zvogëlu në ashtë në skenë, mësë me ardhë madhështin në dritën e duhun që ishtë dasht me ardhë. Edhe... Fa ndodhe pastaj në eksperiencën e dytë me regjisorin? Pastaj ka qenë eksperiencë jashtëzakonshme edhe... Kur përfundoj projekti, na ka dhonë një kartolinë se cilit, veç me një dedikim, edhe kur e pash më kishë shkru mu, tha, pas 10 vjetë, tha, le që po të gjej si aktore rezidente, edhe e martu, edhe frizurën e pas këndru, po tha edhe je kriju si aktore mrekullueshme, bravo, edhe vërtet për mu, s'ka pas knatësi ma të madhe se sa, mos me dëshpru për s'dyti herë një regjisor që po ma jep shansën e dytë, pavarësisht që herën e parë, unë s'po them, ajo roli është kry, unë e kom kry detyrën time,